Të dashur shqiptar, sot do të flasim për një fjalë që i prek të gjithë meshkujt, të qenët i shogët. Shog është tulla mbas kokës së burrit dhe është një fjalë shumë e bukur. Sipas një akademikje duhet ta përdorim këtë fjalë për toponimet në Shqipëri. Në fakt përdoret për toponime. Shogëlin është një vend ku nuk ka bar fare. Po ashtu Shogëtir dhe Shoktir është një vend i rjepur ku mungon bari. Janë analogjizmat të bukur të shkrimtarëve të veriut, patriot që kanë bërë poema për gjuhën shqipe që të ngjethet mishi, por këta shkrimtarë do kthehen përmbys në varrin e tyre kur të mësojnë në botën tjetër, kur të takohen atje me serbë, do i thonë serbët: këtë fjalë keni marrë nga ne, të dashur shkrimtar patriot shqiptar të rrënjëve tona. Kjo fjalë në gjuhën serbe është shuga, do të thot i rjepur me zgjebe. Po serbët nuk e din nga vjen kjo fjalë. Fatmirësisht kjo fjalë gjendet në gjuhën maqedone, shuga, dhe gjendet në gjuhën ruse. Në gjuhën ruse është kuptimi origjinal. Shuga është lëngu i borës i shkrir dhe me copa të vogla akulli, dhe këto copat e vogla të akullit, një lloj thrime akulli, janë të ngjashme me njollat e zgjebes. Është një metaforë e bukur ruse, shumë e bukur. Shuga, copa akulli në lëngun e borës, dhe në serbisht njollat e zgjebes. Edhe në maqedonisht. Pra kjo fjalë ka ardhur nga metafora e poetëve rus. Është një zhvillim i ri kuptimor në gjuhën slave. Autori që e ka futur këtë fjalë në gjuhën shqipe mund të jetë Fishta, mund të jetë Migjeni, por është autori i veriut. Kërkojeni vetë kush është, çrëndsi ka. Kjo fjalë nuk gjendet në arbërisht. Pra gjuha arbëreshe është ndryshe nga shqipja. Çfarë do thotë kjo? Ne mendonim që gjuha shqipe është 8000 vjeçare. Gjuha shqipe akoma po prishet, si bora që po shkrin. Po bëhet luc gjuha shqipe, po futen slavizma që as vetë shqiptarët nuk i kuptojnë më dot. Po ashtu në jug, gjuha shqipe po greqizohet me një shpejtësi akoma dhe më të madhe. Në fakt po ilirizohet sepse doli që ilirit ishin grek. Pra, jo vetëm që gjuha shqipe nuk është 8000 vjeçare, nuk është as traditore. 2 javë më parë gjuha shqipe ishte më e shëndetshme, tani është më e pisët, më luc, më mjalt se sa kurrë. Pra ideja akademike shqiptare që ne të përdorim fjalët slave për toponimet në Shqipëri ishte ajo që më dha shkëndijën e zemërimit të madh. Sepse kjo do të thotë që ne të heqim toponimet ilire që janë greke dhe të vëmë toponime slave që janë shqiptare. Pra gjuha shqipe po slavizohet. Po ashtu po futen shumë fjalë nga gjuha jevge, nga këngët jevge në përdasma. Tallavaja jevge është bërë pjesë e repertorit të partisë në pushtet. Kryeministri bën tallava çdo ditë prej 24 vjetësh, sepse është jevg. Pa qenë jevg nuk mund të bësh tallava. Unë se bëj dot. Edhe më paguajnë, unë nuk e bëj dot tallavan dhe nuk e di ç'do thot tallava. Vjen nga gjuha jevge, do të thot duart poshtë, talovas. Ku i mbajnë duart jevgjit? Nuk e dim, po poshtë i mbajnë. Jo sipër. Ku i fusin duart jevgjit? Nuk e di, po kjo është një shaka. Tallava, duart poshtë. Gjuha shqipe pra po bëhet mjalt komplet. Tani këtë nuk e ka gjetur inteligjenca kompjuterike. Kjo është botuar në vitin 1998 në fjalorin e gjuhës ruse në Moskë. Po atje nuk thuhet që kjo është origjina e fjalës serbe. Rusët nuk e din fare. Këtë kam zbuluar unë.
Zoti i madh. Të bësh zbulues i gjuhës shqipe do të thotë të fusësh duart në mjalt. Në fakt, të mbash një koshere të mirë, të ulesh të kosherja çdo ditë dhe të bësh mjalt. Kjo është gjuha shqipe. Në fakt, zbulues i gjuhës shqipe mund bëhet çdo njeri që ka kontakt në kufi me serb, me maqedon. Dhe ilirisht mund të zbuloj çdo minoritar që di greqisht, ose një minoritar që banon pranë grekërve. E kupton shumë mirë ilirishten, sepse është greqisht. E gjitha ilirishtja. Dhe unë habitem se si nuk e ka shkuar ndërmend më përpara vetë grekërve që ilirishtja është greqisht, por në ilirisht fjalët dalin pa formën e trajtës së shquar. Kaq e thjesht. Më quajnë Darwinin e shqiptarëve. Shqiptarët. E kuptoni se çfarë janë shqiptarët? Me vesh të mëdhenj. Është shumë kollaj të bësh Darwini i popullit shqiptar. Pra, unë e kam kuptuar që asnjëherë ne nuk do të bëjmë ndonjë progres, sepse me njerëz të tillë, me vesh të mëdhenj dhe me kafka të mëdha që nuk i futet për krenare si lire kafka e shqiptarit. Pa atëherë më kanë ndodhur ndryshime fiziologjike me ne. Ju falenderit për vëmendjen tuaj të madhe dhe tani e dini që kur jeni të shogët, këtu keni luc dhe copa akulli rus në kokë. Në fakt i keni brenda. Ju ka hyrë luca slave në kokë, ju ka prishur trurin. Siç u prishi trurin i lirëve gjuha greke. U marrosën i lirët mbas grekërve, ashtu jeni marrosur dhe ju mbas slavëve. Mirëpafshim, shqiptari slavi në filma të tjerë shkencor.